Fatkeqësisht që 2 muaj, banesë halos më muaj dhe provu. Sot kemi ardhur po një apartament të një banore, ku do të ta pyesim se pse pikërisht ajo zgjodhi Marigona Hill të jetë shtëpia e saj. Tasha po na tregon pse vendose me blej Marigona Hill. Vendosa të blej këtë sepse kam qenë të kërku një vend që është i sigurt, që është i qetë, edhe nashta larg prej zhurmës Prishtinës, larg prej klonit, jena trajtuar me malet e gërmisë, me Vadovë në anën tjetër, kështu që ajo Marigona po mendoj se është infrastrukturën e ka përfshirë po mendoj edhe ka qenë shumë më e mirë se organizimin e lagjes e ka shumë të mirë, gjithçka do këtë domethënë hapësirat e zgjeruara. Stafi është shumë i gatshëm të ndihmojë për gjithçka, kështu që kjo ka qenë njëra prej arsyeve kështu se kena vendosur domethënë me ardh prej qytetit në Marigona. A ke pas mundësi me personalizu mobilimin sipas shijes tone? Mendoj se po besoj që mos tam në ato 9%. Krejt komplet. Krejt kanë bërë ndryshe, domethënë pakat i kanë zgjedhur ndryshe, dyrt i kanë bërë formë ovale. Parketi është tjetër, jo mënush sa më shumë me pas këto ërti tons, domethënë tokës është ngjyra dominant domethënë e gjelbërta, e kuqja, terrakota ndomën tjetër, si baltë, domethënë kjo pjesa e kuzhinës krena. Kështu që ka pas si kombinime dhe kam një parë se stili as tradicional, as modern, kështu që është një kombinim i dyja. Mes dyjave, po. Luka, më tregon cila pjesë e banesës të pëlqen më shumë te ty? Shumë pyetje e vështirë se po mendoj që secila dhome ka pjesën unikate të vetën, kështu që nashta te kjo dhoma për shembull më pëlqen pjesa e librave, është dhoma e punës, jam fotografe me profesion dizajnere, kështu që këtë koleksionin e librave që kam mund të pas, bëj ka i gara i mjeshtë se ja ka nisë rafti pak më rënduta se kom dita që ki që ka shumë libra. Kështu që pjesa e kësajna, nashta druni, është druni arës që mbizotron këtë banesën, është pjesa e pikturave që halas i kena në gjitë muri, po kam vendosur që knena. Që jam të i koleksionu domethënë, janë edhe pikturat mijat, edhe të tjerëve për artistë të tjerë, kështu që ka punime të ndryshme, fotografia jame për shembull. Rajta, se kjo është pjesa më e mirë. Po, fatkeqësisht që 2 muaj, banesë halas më muaj dhe provu. A ja ka vlen krejt ky investim që e ke bërë për këtë banesë? Definitivisht është investim që ja vlen në long run, kështu se kurdo që është të lyp në një banesë që është ka infrastrukturën e mirë, është e qetë, është domethënë me këtë canet e mira, është që i ka banesa, po, edhe me standard shumë të mirë domethënë jetesës, kështu që definitivisht ja vlen. Domethënë dorën në zemër nuk kanë kursy Marigona në aspektin e materialit ndërtimor që e kanë përdorur në këtë lagje. Çështu ka duk planifikimi i banesës në fillim? Në fillim, kur po marrë, ka qenë një kanvas i bardhë, kështu që e mira ka qenë që na kanë leju edhe disa mure me ndryshu, se kom pas pak a shumë konceptin që du me bë banesën, kështu që çka e kom pas më të rëndësishme ka qenë pozita e banesës fikspare, dielli domethënë është pozita juglindje, kështu që kap dielli krejt ditën, është shumë mirë se ki dritare edhe të kenë drita në stop, edhe pjesa tjetër që ka qenë plus ka qenë pjesa e terrasës që kam pas qef me pas një mini obar është në gjungëll me vojtët në hapsin. Çka e bën të veçantë përditshmërinë në Marigonë? Sa që s'ki gotu një, se në Hajde t'jole! Të veçantë, po mendoj që është që nashta ndjenja e rahatisë që ta jep, ndjenja e pastërtisë, lagjet janë shumë të mirë mbajtuna. Kështu që po nina si më konë hotel kur hoqona në mëngjes. Ku ka më mirë se më konë të përshu, domethënë edhe po një është i përshushme edhe krije vetë në shpitone. Kështu që kjo është sa një më e mirë nashta që të më thënë që kjo që të ndjenjë që ma ja fjallë. Edhe për fond, a ja kështë rekomandu dikujt tjetër Marigona Hillin? Definitivisht, është shumë investim që javë.